Përshëndetje. Mirë se erdhët, mirë se po takohemi të dashur miq, motra dhe vëllezër. Ja jemi përsëri me serialin ton të ri nga Bashkia Adventiste, Seventh Day Adventist apo Kisha Adventiste e ditës 7. Mirë se po takohemi nga pastori i njohur internacional Stefan Born. Dhe pra si që ishim temën e parë, 2, 3, tani është tema e 4, how to glorify God, si ta përlavdrojmë Zotin, si t'i japim lavdin Zotit, çfarë do të thotë kjo, dhe si lavdohet Zoti, çfarë thotë Biblia, pra ju dëshirojmë mirë se ardhje, përshëndetje të gjithëve dhe besoj që nuk do të kemi kurrë pengesa. Tani është koha që të lutemi dhe pra kishim temën e parë, temën e 2 dhe 3, si vetë faktet pse të studiojmë zbulesën 14, lajmin e 3 angjujve, apo tema 2, çfarë do të thotë ungjilli i përjetshëm, dhe tema 3, druani Perëndin. Kemi folur për këto 3 tema, tani është në radhë pra kjo temë si ta lavdojmë Zotin, dhe kemi nevojë shumë për lutje, e kthejmë kështu të shihemi pak, pra kështu përshëndetje live, dhe lutemi Zotit së bashku, për ulim kokën dhe lutemi. O Zoti dashur, ndera lavdia takon ty, faleminderit për këtë serial të ri, ti je udhëhesi dhe shpëtimtari ynë, bekoj i dashur ton, familjet tona, beko fjalën tënde në jetën, në zemrën tonë, dhe ti je mësuesi jon, pastori, udhërëfysi dhe shpëtimtari. Ti udhëheqi këto ligjërime dhe ti na mëso, udhëheq, udhëzo, përmiso, qorto e përdor. Jem fëmijë shëtot e tu, në emrin Atit, Birit, Frymës së Shenjtë. Amen. Pra, kështu përshëndetje e kthejmë andej përpara, që mund t'i përcjellim vargjet, besoj, t'i shohim dhe t'i të mund t'i lexojmë më qartë. Pra e dini që teksti ynë fillestar është tek zbulesa 14, vargu 6 deri në 12, dhe i cili thotë, pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte ungjillin e përjetshëm, që t'ua predikoj banorëve të dheut dhe çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli, dhe vargu 7, zbulesa 14, dhe thoshte me zë të madh, druani Perëndin dhe jepini lavdi, sepse ora e gjyqit ti erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin, detin, dheun dhe burimet e ujrave. Ky është lajmi i angjëllit parë, dhe ne do të miremi fillimisht me lajmin e angjëllit parë, duke vazhduar natyrisht pastaj me dytit e kështu me radhë, e tretit deri në fund. Pra, kjo foto besoj që tani është e njohur, ju kujtohet që e kemi pa edhe më herët, dhe për çfarë është pyetja? Ne nuk kemi kurrë lavdije për të dhënë. Romakëve 3:23 thotë, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar lavdia e Perëndis, u mungon lavdia e Perëndis. Në mënyrë natyrale ne nuk mund të japim lavdi Perëndis. Pyetja, si mund të japim lavdi Perëndis ku në të vërtetë nuk kemi asnjë lavdi për të dhënë? Për të përgjigjur kësaj pyetje, duhet të bëjmë një pyetje tjetër, e cila është lavdia e Perëndis? Çfarë do të thotë të lavdrohet Perëndia? Lavdia e Perëndis
Fjalë për fjalë, është një ndriçim i papërshkruar. Për shembull, si ta e kuptojmë këtë. Kemi shembull tek Egzodi 24:15 deri në 17, Mojsiun. Dim për Mojsiun, shpresoj, besoj, dhe lexojmë vargun i cili thotë Mojsiu pra u ngjit në mal dhe reja e mbuloi përsëri malin. Çfarë ka ndodhur? Tani lavdia e Perëndis mbeti në malin e Sinait dhe reja e mbuloi atë 6 ditë. Ditën e 7, Zoti thiri Mojsiun nga mali i Res. Dhe pamja e lavdisë së Zotit dukej në sytë e bijve të Izraelit si një zjarr që digjej në majën e malit. Lavdia e Perëndis pra dukej si një zjarr, diçka e shëndritshme, e madhe, e bukur, e ngrohtë. Kurse te ligji për trirë, kapitulli 18, vargu 18, thot, unë do të ngre aty një profet si ti nga mesi i vëllezërve të tu, dhe do të vi fjalët e mia në gojen e ti, dhe ai do të thot atyre të gjitha ato që une i urdhëroj. Kjo nuk është lavdia e cila i referohet lajmit të angjëllit të parë, është drita e lajmit të angjëllit të parë, angjëllit treve, është drita shkëlqimi i karakterit Zoti tek njerëzit e tij. Mojsiu nuk ishte një krahasim i modelit të Zotit. Mojsiu pra ishte një model i krahasim i modelit të Jezusit. Mojsiu kërkoi ta shihte, ju kujtohet, lavdinë e Perëndis. Lexojmë te Egzodi 33:18, i cili thot, ai tha, të lutem, ju lut Zotit, më trego lavdinë tënde. A mund ta e shoh lavdinë tënde? Ishte kurrështar Mojsiu ta e shoh lavdinë e Zotit. Zoti i ja tregoi, çfarë i tregoi? Zoti ja tregoi karakterin e tij. Zoti i tregoi karakterin e tij. Kjo është vërtet lavdia. Ndoshta nuk është shumë lehtë për të kuptuar, por Biblia e shpjegon. Egzodi 33:19, vargu i më tutje, nga vargu paraprak që e lexuam. Pastaj ai tha, unë do të bëj që gjithë mirësia ime të kaloj para teje dhe do të shpall emrin e Zotit para teje. Do të jam i mëshirshëm atë që do të jam i mëshirshëm dhe do të kem dëmshuri pa atë që do të kem dëmshuri. Kurse vargu tek Egzodi vargu 34, kapitulli 34 vargu 5 thot, atëherë Zoti zbriti në rend dhe u ndal aty pranë tij, pranë Mojsiut. Ky kërkoi ta shoh lavdinë e Zotit dhe shpalli emrin e Zotit. Vargu 6. Dhe Zoti kaloi pranë tij dhe thiri, Zoti Perëndi i përjetshëm, i mëshirshëm dhe i dëmshur, i ngadalshëm në zemrim, i pasur në mirësi dhe në besnikri, që përdor mëshiren për mira njerëz, që fal padrejsin, shkelje dhe mëkatin, por nuk e le të pandëshkuar fajtorin, dhe që viziton padrejtsin e etërve, mbi bijet dhe mbijat e bijve deri në brezin e 3 dhe të 4. His glory is seen in his created world. Çfarë do të thotë? Besoj që po e kuptoni. Lavdia e Zotit shihet në veprat krijuese të Zotit. Dhe që i tregojnë lavdinë e vet natyra, pra ja. Psalmi 19 vargu 1 i cili thot, qiejt shpallin lavdinë e Perëndis dhe kupat qiellore tregon veprën e duarve të tij. Pra vetëm nëse i ngrisim pak kokën dhe shikojmë qiellin çfarë madhështi, bukuri, freski dhe një harmoni të madhe që tregojnë lavdinë e Perëndis. Lavdia e tij shihet në veprat e tij të shpengimit apo të shpëtimit. Disa pyesin nga një herë, më pyesin se çfarë do të thotë kjo fjala shpengim.
Pra, nëse e hekim shën, mbetet atar vetëm pengim, shpengim do me thonë e kundërta e asaj, që mos të shpengohemi, që mos të kemi pengesa. Psalmi 79, vargu 9 thot, na ndihmo o Perëndi i shpëtimit ton për lavdinë e emrit tënd, dhe na ço dhe siguro shlyrjen për mëkatet tona për hir të emrit tënd. Lavdia e Perëndis është të shpëtojmë të humburit. Kjo është poenta. Kurse Psalmi 85, vargu 9, thot, me siguri shpëtimi i tij është afër atyre që kanë frikë që lavdia të banoj në tokën tonë. Njerëzit që kanë frikë nga Zoti, ata janë njerëz, ata din të ndalen, din të mos vrapojnë që të shkojnë vetëm pas lakmive, por që kanë, që thot populli janë njerëzillok, që kanë fytyrë e nder, kanë frikë. Vazhdoj me Mojsiun, me atë që e tha më herët, fytyra e Zotit shkëlqeu me lavdin e Perëndis. Fytyra e Zotit shkëlqeu, kur fytyra e Zotit shkëlqeu tek Mojsiu, filloi edhe fytyra e tij shkëlqeu gjithashtu shëndret. Ekzodi 34 vargu 29 thot, por Mojsiu kur zbriti nga mali Sinait, duke zbritur nga mali, Mojsiu kishte në dorë 2 pllakat e dëshmisë. Pra, 10 urdhërimet që Zoti ja kishte dhënë. Nuk e dinte që lëkura e fytyrës së tij që e bër rrezulluese, sepse kishte qenë të fliste me Zotin. Për shkak takimit të tij me Zotin. Ju e dini që Mojsiu qëndroi 40 ditë dhe 40 net lart me Zotin. Duke mos pasur as ushqim, as me vete, as asgjë, ai shkoi te lutej dhe mbeti atje. Sepse prania e Zotit, prania fizike e Zotit, bëri që ai të jetë i ngopur, mos të jetë i uritur, dhe pastaj të jetë i kënaqur dhe i lumtur, i gëzuar, sikur në praninë e Zotit. Dhe saktësisht ne nuk e dim saktësisht si ka qenë ajo, por parafërsisht dhe ko pas kohë e përjetojmë edhe vetë kur lutemi, besoj. Ekzodi 33:11 thot, pllakat e dëshmisë ishin në dorën e Mojsiut, kur ai zbriti nga mali, që Mojsiu nuk e dinte që lëkura e tij e fytyrës shkëlqente ndërsa fliste me të, sepse Mojsiu kishte qenë me Perëndin, kështu Zoti i foli Mojsiut ballë për ballë. Pra, fytyrë për fytyrë, ashtu si një njeri flet me mikun e tij. Shumë e bukur, e thellë, e madhe, Mojsiu flet fytyrë për fytyrë, pra rrin ditë e natë për 40 ditë të plota. Saktësisht ishte Jezusi, JHVH, Jehova, Jahve, i cili i dha Mojsiut në shkurën që digjej në malin Sinai, dhe i dha 2 pllaka. Mojsiut të shkruara me dorën e vet. Ishte ai, kur e pyeti se si quhet, më herët, saktësisht, nga kjo ngjarje, ai tha, unë jam ai që jam. Krijuesi i qiellit së tokës, i universit, Mesia i vajosur, Zoti Jezus. Ai i cili është i vetmi, i pari dhe i fundit, Alfa dhe Omega. Për Mojsiun thuhet që është njeri i butë, më i butë në tokë. Ja për shembull, tek Numra 12:3, libri 4 i Mojsiut, thot, tani Mojsiu ishte shumë i përullur, më shumë se të gjithë njerëzit që ishin mbi faqen e dheut. Pra, ishte një njeri i përullur, i thjeshtë dhe modest. Nëse kontaktojmë fjalorin botror të librit, çfarë do të thot fjalë i butë apo i përullur? Fjalori thot, e kemi këtu në anglisht, not easy angered. Është dikush që nuk hidherohet lehtë, nuk zemrohet lehtë,
i dorushëm, ja kemi përkthimin, nuk zemrohet lehtë. Karakteristik tjetër është i but, i dorushëm, i përmbajtur, i bindur, i nënshtruar, i sjellshëm, i dhëmshtur, i përullur, i mëshirshëm. Në kontekstin hynor është hiri i Zotit vetë përmbajtës përballë kritikave dashakeqe. Pra, edhe kur dikush nuk ka qëllime të mira, kritikon dhe ndoshta edhe çpif jo të vërteta kritikave të ashpëra me një qëllim jo të mirë, sepse kritika e mirë është e miqve tonë, e cila është e mirë, a i dëshiron që ne të përmirësohemi. Por e atyre që nuk kanë qëllime të mira, është e kundërta kësaj. Mojsiu nuk ishte gjithmonë i butë, ju kujtohet. Mojsiu nuk ishte gjithmonë kështu, i butë, i dorushëm, i mirë, i përmbajtur. Mojsiu kishte një temperament të dhunshëm andej. Si ndodhi që ndryshoi Mojsiu deri në këtë pikë që Biblia thot, pra ishte i dorushëm. Ju kujtohet tek Egzodi në fillim, Egzodi 2, kapitulli 2, vargu 11-12 thot, në ato ditë kur Mojsiu u rrit, pra ishte fëmijë, madje u rrit, doli te vëllezërit e tij duke kur e kuptoi që është hebre, nuk është egjiptas, dhe po barën e tyre, se si punonin punë të rënda, dhe pa një egjiptas që po rrihte një hebre, një nga vëllezërit e tij, kështu ai shkoi andej këndej dhe nuk pa askënd, e vrau egjiptianin dhe e fsheu në rër. Pra, nuk ishte ai Mojsi i dorushëm, i but, i mirë, i sjellshëm, por si ndodhi që nga ky një i dhunshëm, një vrasës që vrau një hebre, një ushtar hebre, një aty mbikëqyrës hebre, ai i kishte përvetësuar idetë dhe qëndrimet e mjedisit të tij, të Egjiptit, pra, jetonte në kohën kur populli hebre ishte rob në Egjipt, tani shumë gjatë, aty u formua dhe si komb, sepse ata erdhen si një familje 70 anëtoshe dhe pas 430 vitesh ata u bën një popull, 2 milion njerëz. Jeta e Mojsiut ishte e ndarë në 3 periudha 40 vjeçare. Cilat janë? E para ishte në Egjipt, 40 vjeçari i parë ishte në Egjipt, pra kur lind dhe kur u rrit dhe u bë burr. 40 vjeçari i dytë i kolloti delet kur iki në Median dhe atje u martu dhe krijoi familjen dhe i kolloste delet e Jetros. Aty Zoti ju çfaq, tani filloi 40 vjeçari i dytë dhe 40 vjet Mojsiu duke kullo delet e vjehrit të tij, ai lutej Zotit fliste me të. 40 vjeçari i tretë kulloste delet e Perëndis në shkëtir, ai kur nuk e humbi durimin dhe ishte i gatshëm të jepte jetën e tij për popullin e tij. Pra, nga një njeri i dhunshëm bën një Mojsi tjetër. Pse? Shoqëria e tij me Zotin, prania e kërkimi i Zotit, lutja për kushtimi i Zotit. Ai ushtoi kontroll të përsosur dhe tregoi durimin e Jezusit. Në fakt, butësia e Jezusit u transmetua tek Mojsiu dhe kjo ishte lavdia në fytyrën e tij, siç thuhet tek e 2 Korintasve kapitulli 3. Mbi më të madhin se Mojsiu është lavdia e Zotit, lavdia e Atit. Ne pam lavdin e tij, hiri dhe e vërteta janë lavdia e tij. Kurse Gjoni, kapitulli 9, vargu 14 thot, dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne, dhe ne pam lavdin e tij, lavdin si të vetëm lindurit prej Atit, plot hir dhe të vërtetë. Biri i zbuloi lavdin e Atit.
ai miku i Mojsiut në shkretir, dhe i Zoti Jezus, Mojsiu duke qëndru me Jezusin, ai u bë. Karakteristikat e tij të karakterit pra ndikuan. Nga një i dhunshëm, nga një vrasës, u bë një njeri krejt ndryshe, krejt tjetër. Kurse Gjoni 1:18 thot, askush nuk e ka pa kur Perëndin, biri i vetëm lindër që është në xhirin e tatit, ai e ka shpallur. Jezusi e ka shpall atin. Jezusi kërkoi t'i sillte lavdi atit të tij, jo vetës. Pra, ai e lavdoi atin. Kjo ishte misioni i tij. Kurse Gjoni 7:18 thot, kush flet nga vetja kërkon lavdin e vet, por ai që kërkon lavdin e atij që e dërgoi është i vërtet dhe nuk ka padrejsi në të. Kaloi kohë me atin e tij në një mal. Andaj Jezusi lutej shumë shpesh, edhe shumë. Marku 1:35 nga Ungjilli lexojmë, në mëngjes, pasi u zgjua shumë para se të linte dita, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Jezusi, i cili është vetë Zoti, si njeri na dha shembull, dhe si njeri ai kishte nevojë t'i lutej atit dhe të merrte nga drita e tij. Mateu 14:23 thot, dhe mbasi i nisi turmat, u ngjit në mal vetëm për të lutur, dhe kur erdhi mbrëmja mbeti vetëm aty. Kur Jezusi doli nga bashkësia me atin e tij, ata pan lavdin e atit të tij në fytyrën e Jezusit. Pra, Jezusi edhe që njeri, plotësisht njeri, u lind si foshnjë dhe u rrit si çdo qenje njerëzore tjetër, në momente lavdia e Zotit shfaqej përmes tij, e cila ishte e madhe edhe e mrekullueshme. E dyta Korintasve kapitulli 4 vargu 6 thot, sepse Perëndia që urdhëroi të shkëlqej drita nga errësira, është ai që shkëlqeu në zemrat tona për të dhënë dritën e njohurisë së lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Pastor Borni në këtë temë tregon një ngjarje, vërtet thot, unë dhe familja ime kemi vizituar parkun kombëtar Grand Teton në veri perëndim të qytetit Waimongut dhe kemi shijuar pamjen e mrekullueshme atje. Ka një skenë spektakulare, thot Pastor Borni, ku ne qëndrojmë pranë një liçeni të caktuar në mëngjes herët që është i pastër si kristali, pa vazëlime, me ujë sikur të ketë një pasqyrë të madhe që pasqyron malet në distancë. Pastor Borni vazhdon dhe thot, është aq e qetë sa është e vështirë të përcaktohet se ku fillojnë malet, ku realiteti, dhe ku është reflektimi, jo realiteti. Pikrisht kështu, kur Jezusit i u kërkua të tregonte dishepujve të tij atin, ai u tha atyre se ai që më ka parë mua, ka parë atin. Unë edhe ati jemi një. Ja, i tërë vargu, i cili thot tek Gjoni 14:8-10, Filipi i tha, Zot, na trego atin dhe na mjafton. Jezusi i tha, kaq kohë kam qenë me ju, dhe ti nuk më ke njohur, Filip. Ai që më ka parë mua, ka parë atin. Si mund të thuash ti, na trego atin?
A nuk beson se une jam në atin dhe se ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja ime, por ati që banon në mua i bën veprat. Njerëzit në kohën e Krishtit mendonin se sëmundja ishte rezultat i mkatit. Se Perëndia në fakt i ndishkonte njerëzit me sëmundje. Ndoshta, të them të drejtën edhe sot, nuk është edhe shumë ndryshe. Nga një herë mendojnë njerëzit kur i ndodhin dikuj diçka, ky ka bo far gabimi, ka bo far mkati që ne nuk e dim, dhe tani ka ra kjo smuje tek në tonë. Por e vërteta nuk është ashtu. Mrekullit e Jezusit janë lavdia e atit, dhe tek Egzodi 15:26 thot, unë jam Zoti i cili ju shëron. I am the Lord who heal you. Unë jam Zoti. Dhe në këtë pyetje ja kanë parashtruar Jezusit dhe ju e dini përgjigjen, është e Gjoni 19 vargu 4 dhe vargu 40, i cili thojnë, kur Jezusi dëgjoi këtë tha, kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdin e Perëndis. Si për lavdin e Perëndis? Që biri i Perëndis të lavdohet nëpërmjet saj. Kurse vargu 40 thot, Jezusi tha asaj, a nuk të thash se nëse do të besosh, do të shohësh lavdin e Perëndis. Ju kujtohet se çfarë ka ndodhur? Kjo është, ai ka vdek, por Jezusi e ka ringjall. Ringjallja e Lazrit ishte lavdia e tij. Dhe çka ka ndodhur? E larguan gurin nga varri, Jezusi atëherë bërtiti, Lazar dil për jashta, ju kujtohet. Lazar dil për jashta. Ja, kjo është inqëzim, kjo është nga filmi për jetën e Jezusit. Atëherë dikush tha, ai është i gjallë. Pra, që pothuaj se askush nuk e priti. Kur Maria dhe Marta, motrat e Lazrit, i thanë Jezusit, ku jeti Jezus? Ne të kemi pritur, që 4 ditë ka vdek vëlla jonë, sepse ata ishin moshatar dhe ishin miq, shoqëroheshin shpesh njëri me tjetrin. Jezusi shpesh shkonte tek ata nuk ishin prind, por 2 motra dhe në vëlla jetonin bashkë. Dhe motrat natyrisht të brengosura, Jezus, ku ke qenë ti Jezus gjithë tani? Sikur të kishe qenë ti këtu vëlla ynë, nuk ishte vdekur, por Jezusi tha, kjo nuk është për vdekje, por që të lavdohet Perëndia, dhe ashtu pikërisht ndodhi. O Zot, nuk e kuptojmë pse pret kaq gjatë. Mos u dëshpëro, ai është gjithmonë i njëjti. Jezusi nuk ndryshon. Dje, sot, nesër, përgjithmonë është i njëjti. Dhe lejon sfidat shpesh që të lavdohet Perëndia. Pra, jemi duke folur të dashur miq, motra dhe vëllezër, nga Stefan Born, temën e 4, si të lavdohet Zoti. Veprat e Apostujve kapitulli 10, vargu 38 thot, si Perëndia e vajosi Jezusin e Nazaretit me frymën e shajt dhe me fuqi, i cili eci duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të shtypur nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Pra, Jezusi erdhi të sjellë shërim dhe shpëtim. Shëroi të sëmurët, sepse Perëndia ishte me të. Kur ai zbuloi lavdin e Perëndis, njerëzit i dhanë lavdi Atit. Kurse Gjoni 8:12 thot, atëherë Jezusi u foli përsëri atyre duke thënë, unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Shumë e thellë e bukur kjo. Drita e vetme dhe e vërteta është Mesia i vajosur, Zoti Jezus.
i cili erdhi të shëndrit botën, erdhi të shëndrit botën. Luka 13 thot, kur ai zbuloi lavdin e Perëndit, njerëzit i kthyen lavdin Perëndis. Ishte një grua 18 vjet e përkullur dhe i vuri duart mbi të dhe ajo u drejtua menjëherë dhe përlavdonte Perëndin. Duke thonë lavdi i Zotit ishte gërmusur, pra ishte hendikepe. Kurse Luka, Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 17 vargu 15 thot, një nga 10 lebrozët u kthyen, lavdoi Perëndin dhe falenderoi Jezusin. Jezusi shëroi 10 prej tyre. Një u kthy e u falenderua dhe njëri ishte falenderues, ata 9 të tjerë mjerisht jo. Luka 18:43 thot, i verbër lavdoi Perëndin dhe populli e lavdoi Zotin. Pra, mrekullit që Zoti i bën janë shprehje e karakterit të tij. Kur ai ringjalli birin e vejushës Nainit, qytetit Nain, populli e lavdoi Perëndin. Ishte një vejë e cila kishte vetëm një djalë, një çun. Dhe mjerisht ai vdiq. Dhe duke shku në vorrim kolona, Jezusi e ndali dhe i tha djalit të zgjohet, të çohet, dhe e ringjalli. Kurse Gjoni 17, vargu 5, 22 dhe 23 thot, unë të kam lavduar, është lutja e Jezusit, dhe thot, unë të kam lavduar mbi tokë, e kam përfunduar veprën që më ke dhënë të bëj, dhe lavdin që më ke dhënë, ua kam dhënë atyre, që të jenë një, ashtu si që jemi ne një. Une dhe ti une në ta dhe ti në mua, pardon. Që të jemi të përsosur në një, dhe që bota të di se ti më ke dërguar dhe se ke dashur atë ashtu si që më ke dashur mua. Lavdia e ti ishte vdekja e ti. Jezusi pra vdiq dhe u ringjall dhe u lavdua. Pra, ndodhi mrekulli e pa dëgjur dhe pa par, dhe ashtu si që ka thënë, ai e përmbushi. Kështë Gjoni 12, 23-24 thot, por Jezusi u përgjigj atyre duke thënë, ora ka ardhur që biri njeriu të përlavdohet. Me të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit nuk bie në tokë dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por nëse vdes, prodhon shumë kokra. Në fund të jetës, ai i tha atit të tij, unë kam zbuluar lavdin tënde duke reflektuar lavdin e tij. Jezusi është drita e parë e diellit. Pra, i cili ta tregoj karakterin e plot të atit Zotit tonë. Kurse Mateu 5, vargu 14 dhe vargu 16 thonë, ju jeni drita e botës, na thot Jezusi, ne duhet të shëndresim, ne duhet të flasim, të tregojmë, të zbulojmë karakterin e vërtet, jo mirësia jonë, sepse ne nuk kemi mirësi në veten tonë, por mirësia e Zotit tonë. Ju jeni drita e botës, një qytet që është vendosur në mal, nuk mund të fshihet, as nuk ndizet një llampë dhe e vën në shport, por mbi një shandan dhe u jep dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Le të shëndrit drita juaj para njerëzve, që ata të shohin veprat tuaj të mira dhe të lavdojnë Atin tuaj në qiell. Veprat e mira tona si krishterë, si besimtar të Jezusit, duhet të jenë pra pikërisht këto. Kurse para Pjetrit kapitulli 2 vargu 11 dhe vargu 12 thot, të dashur, ju lutem
si shtektar dhe shtektare të hiqni dorë nga epshet e mishit që luftojnë kundër shpirtit, duke pasur sjelljen tuaj të ndeshme midis jo hebrejve, që kur të flasin kundër jush si keqbërës, ata në veprat tuaj të mira që vërejnë ta lavdojnë Perëndin në ditën e vizitës. Kurse Gjoni 15:8 thot, në këtë lavdot Ati im që ju të jepni shumë fryt, kështu do të jeni dishepujt e mi. Nëse nuk jepim fryt, nëse themi që besojmë Zotin e bëjmë gjëra që nuk janë të hishme, atëherë e gënjejmë vetë veten dhe nuk kemi fryt. Cili është fryti? Ja Galatasve 5:22-23 thot. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, besnikëria, butësia, vetkontrolli, kundër këtyre nuk ka ligj. Pra, këto janë karakteristikat e besimtarëve të Zotit. Pietri e lavdoi Perëndin me vdekjen e tij. Si mund të lavdohet Perëndia me vdekje? Ju kujtohet, ky u bë martir, do me thënë dikush që ka vdek për shkak që ka besu në Jezusin, por pas vdekjes së Pietrit, shumë njerëz e pranuan në Rom, ju e dini, Kovadës Domino, kur është lut Pietri dhe ka pyetur Zot, ku të shkoj, çfarë të bëj, kishte hamenje. Ai tha, shko në Rom, që të përzekutojnë, që të kryqëzojnë, ju e dini që ata e kanë kryqëzuar me kokë të poshte. Sepse ai ka thonë, nuk jam i dejnë që të kryqëzohem, të vdes në mënyrë ashtu siç ka vdek Zoti im. Pra, dhe vdekja e tij shkaktoi që qindra mira njerëz e pranun Jezusin. Dhe u bën të krishter. Gjoni 21:18-19 thot, në të vërtet po ju them, kur ishit më të rinj, ngjeshit veten dhe shkonit ku të donit. Por kur të plakeni, do të shtrini duart dhe një tjetër do t'ju ngjesh dhe do t'ju çoj atje ku nuk dëshironi. Ai tha këtë duke treguar me çfarë vdekje do të lavdonte Perëndin. Pra Jezusi ja kishte thënë Pietrit dhe ja kishte përlavduar, e kishte paralajmëruar se si do të shkonte puna. Zbulesa e fundit e lavdis, toka do t'jetë plot me lavdin e Perëndis. Pra tani në ardhjen e dytë, në adventin, kur Jezusi do të vjen të na merr, e çojë në shtëpi, do të vjen fundi i mëkatit, vujtjeve, vdekjeve, dhe mjerisht kjo botë do shkatrohet, do bjen flaka nga qielli dhe do ta e shkatroj, pasi që Zoti do i merr njerëzit e tij. Do ta shkatroj anmikun, shejtanin, satanin, djallin dhe mjerisht ata që ju kanë bindë atij e jo Zotit. Zbulesa 18:1 thot, pas këtyre gjërave, pash një engjëll tjetër që zbriste nga qielli me autoritet të madh dhe toka u ndriçua nga lavdia e tij. Vini re se çfarë është lavdia e Perëndis, është karakteri i tij. Isaia 58:6-8 thot, agjerimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky? Të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjedhësh verigat e zgjedhjes, të lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedhje. A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri, me sjelljen në shtëpinë tënde të varfërit pas treh, e të veshurit e atij që është lakuriq, pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt, pra familjarëve, të bësh të mirë të gjithëve, e sidomos familjarëve tu dhe ata që janë me ty në besim. Atëherë drita jote, nëse ti bën kështu, drita jote do të shpërthej si agimi dhe shërimi yt do të mbi me njëherë. Drejtësia jote do të pararen dhe lavdia e Zotit do të jetë pra paroja jote. Jashtëzakonisht i bukur dhe e fuqishme.
gjaku i Jezusit i cili na mbron dhe na pastron nga çdo mëkat. Kurse te Korintasve, e para Korintasve thotë, a nuk e dini se trupi juaj është tempull i Perëndis? Ju e dini që është duke folur, ndoshta një kohë jo të shkurt do të ndërtohet tempulli i tretë, e kështu me radhë, që është një temë që mund ta e flasim në njërën herë nga të ardhshme, por tempulli i vërtet jemi ne njerëzit, sepse fryma e Perëndis që është në ju, cilën e kemi nga Perëndia dhe se nuk i përkasin vetvetes. Sepse u blet me një çmim. E çfarë duhet bërë? Për lavdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përket Perëndis, e para Korintasve 6:19-20. Ky është tempulli, trupi jonë është tempulli i vërtet i Zotit. Dhe duhet ta lavdojmë Perëndin, sepse ai është krijuesi jonë. Dhe duke e lavdu Perëndin, ne jemi më të kënaqur dhe më të lumtur, ashtu sikur që janë edhe engjëjt. Plotësisht e di dhe e kam jam e vetëdijshme, sepse sot mendohet, nëse unë i shërbej Zotit, atëherë do të më jep të gjitha të mirat, do të kam probleme, do të jam materialisht i situar, do të kam çfarë të dua, do bëj shëtitje, kam prona, do jam mirë, shëndetshëm, i lumtur, do të kthej, vallëzoj e kështu me radhë. Këto nuk janë koncepte biblike të lumturisë. Si ndikon shëndeti ynë në aftësinë tonë për të lavduar Perëndin? Trupi ndikon në truri ndikon në mendje, mendja është e vetmja mënyrë përmes së cilës Zoti mund të komunikojë me ne. Shumë e rëndësishme. Andaj nuk është se çfarë ham, nëse pim alkohol, mandej kafe, pirja e duhanit, drogat, madje edhe ushqimi, të gjitha këto ndikojnë në trurin ton dhe në marrëdhënien e Zotit. Pra, nëse pim duhan, alkohol i cili na shkatron trupin dhe hajmë ushqime jo të shëndetshme, cilat janë, unë kam qitë vetëm një slide këtu, pra ekziston ushqimi ideal që janë fruta perime, mandej Biblia flet ushqimi pastër, kafshët e pastra, mandej jo të papastërta, cilat janë, lexoni tek Egzodi kapitullin 11, që janë dy thundrak dhe ripërtypen, e i papastër është si deri, devja, lepri, kështu me radhë, e të pastërta janë lopa, viçi, delja, e kështu me radhë. Pra, sepse jemi të blerë shtrejt, neve na ka pagu gjaku i shpëtimtarit tonë. Romakëve 12 vargu 1 dhe 2 thot, ju lutem pra, na përgjërohet, na lut, apostël vllai jon, apostël Pali, ju lutem pra vëllezër, nëpërmjet mëshirës së Perëndis, ti paraqisni trupet tuaj si flijim të gjallë, të shenjtë, të pranueshëm për Perëndin që është shërbesa juaj e arsyeshme. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtrirjes së mendjes suaj, që të provoni se cili është vullneti mirë dhe i pranueshëm dhe i përsosur i Perëndis. Kuptoni çka Zoti don nga ju dhe bëni atë se çfarë Zoti kërkon nga ju. Dhe mos i keni botkuptimet e kësaj bote që të ham, pim, të kënaqem, të shëtisim, të pasurohem, çka janë idetë kryesore të shoqërisë moderne sot. E para Korintasve 10:31 thot, prandaj nëse hani, nëse pini, nëse bëni çfarë do që të bëni të gjitha për lavdin e Perëndis. Pra, nëse hani, nëse pini, falenderoni, përulluni, adhuroni, bisedoni, këndoni Zotit, Atit, Birit dhe Shpirtit Shajt. Jemi të blerë shtrejt me gjakun e vajosur të Zotit tonë.
Dhe në parën e Mojsiut, të Zanafila, Genesis, libri parë i Mojsiut, Genesis, Zoti na e ka dhënë njerëzve të parë dhe tërë njerëzimit, pra ky është Adami dhe Eva, dhe jemi duke folur si ta lavdojmë Zotin. Zanafila 29:30 thot, dhe Perëndia tha, ja une ju kam dhënë çdo barishte që jep far, që është mbi faqen e gjithë tokës, dhe çdo pemë që jep fryt për ju, për të jetë për ushqim. Far që jep fryt, kjo është për ushqim. Sipas Biblës, ushqimi i parë që dhe ideal dhe më i mirë i shëndetshme janë fruta, perime, arra dhe të gjithë bimë sipas llojit të vet. Kurse pastor Borni na thot, ne shndrohemi në shëmbëtyrën e tij duke shikuar Jezusin. Dhe na e tregon një shembull, thot se dikur kisha si profesor në fakultetin teologjik në Amerikë, në fakultetin teologjik adventist, thot kisha një student i cili kaloi 3 vjet në klasë, i cili kishte rezultate të shkëlqyera në çdo lëndë që ndiqte. Ai gjithmonë ulej në rreshtën e parë dhe mbante shënime të shumta. Disa vjet më parë, kur duke udhëtuar, takova një gru që më pyeti nëse e njihja këtë student me emën mbi emën, ma e tha se si e njoh me emën mbi emën këtë student, dhe unë i thash, po, e njoh, si jo. Ajo tha, ti predikon njësoj si ai. Pastaj i thash se ai kishte qenë studenti im për 3 vite, dhe ajo tha, tani e di pse ai predikon si ti. Sepse studenti ka marrë nga profesori ti dhe predikon sikur ai, pra duke i ngjall. Çështja është se kur kalojmë kohë cilësore me dikë, përfundimisht arrin të pasqyrosh atë person. Pra bëhemi sikur ai, ose ai bëhet sikur ne. Flutrat kalojnë në për procesin e metamorfozës. Te kë 2 Korintasve, kapitulli 3, vargu 18 thot, por ne të gjithë me fytyrë të zbuluar, duke parë lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbëtyrë nga lavdia në lavdi, ashtu si nga fryma e Zotit. Të gjithë transformohemi në të njëjtën shëmbëtyrë nga lavdia në lavdi, si nga fryma e Zotit. Në këtë libër të mrekullueshëm, lutjesh Beat, Son and Daughter of God, apo Beat e bijat e Perëndis, gjejmë një koment të bukur mbi këtë varg. Duke parë në faqen 337 thot, duke parë Krishtin, duke folur me të, duke parë bukurinë e karakterit të tij, ne ndryshohemi. Ndryshohemi nga lavdia në lavdi. Dhe çfarë është lavdia? Karakteri, dhe ai ndryshon nga karakteri në karakter. Kështu shohim se ekziston një vepër pastrimi që vazhdon duke parë Jezusin. Pra, duke parë Jezusin, ne ndryshojmë nga lavdia në lavdi. Andaj, ju lutem, shikoni Jezusin, lutuni, lexoni, e Kur'anin tjetër shohim dhunë, seks, fjalë të ndyra, mashtrim, gënjeshtra, ne ndryshojmë në ngjashmëri e këtyre gjërave. Fizikisht ne jemi ajo që hajmë me gojen tonë. Shpirtërisht ne jemi ajo që hajmë, dëgjojmë me vesh tonë. Dëshirojmë që të lexojmë fjalën e Zotit,
Pra, ju të gjithë që të cilët doni të dini, të njohni Zotin, të njohni kush jeni, çka jeni dhe nga po shkoni, cili është plani i Zotit, të soditni dashurinë, mirësinë, planin e shpëtimit, Jezusin, Atin, Birin dhe Frymin e Shajt, që është Zoti i gjallë i vërtetë dhe na flet secilit na përgjigj në lutjet dhe kërkesat tona. Ju dëshirojmë kohë të mirë, të bekuar, të udhëhequr nga Zoti dhe takohemi herën tjetër. Mirëmbëjtje.